Paqes, jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Rulem përpara Teje, Zot, për mëkatin që më ke falur në kryq. Nuk kam mrekullim më të madhe. Cili do që thëret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti je falur, je i shenjtë dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është këmbi. Ky është këmbi. Vetëm në Radio Emanuel. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio me njërin mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme dhe në këto momente është bashkuar i ftuar i përsot, sikurse e kam prezantuar edhe pak më parë. Me mua në studio do të jetë pastor Sean Mason për të folur më tepër në lidhje me martesën, familjen, edhe gjitha ato element që lidhen me të. Së pari, përshëndetje, pastor, mirë se ke. Rofshkela, faleminderit, përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme dhe sidomos në këtë javë të veçantë, sikurse njihet si java e familjes, java e martesës, edhe ne e shohim dhe trajtojmë në këndvështrime të ndryshme. Prandaj sot do të ndalemi gjatë te kjo tematikë dhe pyetja e parë që më vjen natyrshëm është padyshim për martesën, duke qenë se është institucioni i parë që Perëndia krijoi. Nuk e di nëse jam e saktë, më korrigjon nëse jam duke gabuar, lutem. Si e sheh Perëndia martesën dhe cili është qëllimi i saj sipas planit të tij? Po, martesa është si thon, ka filluar që me krijimin, kështu që është siç the ti, është një beslidhje hyjnore, është diçka e mistershme se ka të bëjë me Perëndin, po është diçka e krijuar prej tij dhe meqense është diçka e krijuar prej Perëndisë, është diçka e shenjtë, diçka le të themi që shkon përtej gjëra që ne mund të krijojmë si njerëzit. Dhe si e tillë, si një gjë e shenjtë, krijuar nga Perëndia, nuk është thjesht një kontratë ligjore. Siç e shohin njerëzit sot, nuk është thjesht diçka që ti firmos edhe është punë e mbaruar. Jo, është krijuar që të jetë, edhe është, pavarësisht se mund ta shikosh Perëndia në mes të martesës tande apo jo, prap martesa është krijuar nga Perëndia dhe derisa është e krijuar nga Perëndia. Nuk ndryshon këtë fakt. Jo, është diçka që është shumë më thellë se sa thjesht një firmë që mund të hedhim aty në gjendje civil në një dokument. Një tjetër pyetje duke ju referuar edhe realitetit në cilin ne jetojmë edhe patjetër edhe për gjatë temave të tilla unë dua të ndalem edhe te këto pika që na prekin, ndoshta ne personalisht jo, por njerëzit tanë më të afërt, familjar, miq, në komunitetin ku ne jetojmë, sikurse është divorci. Prandaj në një realitet ku shumë çifte përballen me kriza në martesë, në familje, me konflikte, që ndoshta arrin deri në procesin e divorcit, si na udhëzon Perëndia që ta përballojmë si çift sfidat, pengesat, edhe këto kriza të jetës. Ne si mund të lidhim të dy pyetjet. Pyetjen e parë, domethënë si e shikon Perëndia dhe pyetja e dytë, si mund të përballemi me këto sfidat që dalin në çdo marrëdhënie, jo vetëm atë të martesës, por edhe në miqësi që kemi e kështu me radhë. Perëndia ka krijuar martesë që të jetë një akt dashurie që jep, që dhuron. Siç ka bërë Perëndia me çdo krijesë të tij, ashtu duhet të jetë edhe martesa. Një mjedis ku ne japim njëri tjetrin, kur ne
sakrifikojmë për njëri tjetrin. Kur ne shikojmë si diçka që do të na shërbej, që do përfitojmë. po, ne, që unë jam martuar me vitën që ajo të më shërbej mua, nuk e kam kuptuar qëllimin e Perëndis ose arsyen që ai ka krijuar martesën. Dhe njëkohësisht atë dashuri që tregojmë, atë dashuri jo egoist që tregojmë njëri tjetrin, atë shërbim që tregojmë njëri tjetrin, reflekton për botën dashurinë e Perëndis. Reflekton atë shërbimin që ai na jep neve, ai na shërben neve, ai erdhi, tregoi dashurinë e tij, vdiq në kryq. Kështu që edhe dashurinë tonë kur japim njëri tjetrin në mënyrë siç kërkon Perëndia, tregon ose reflekton dashurinë e Perëndis tek bota, ose mënyrën që Zoti ndërvepron me njerëzit e tij, me krijimin e tij. Kështu që kur dalin krizat, kur dalin sfidat, kur përballemi me grindje të ndryshme ose probleme të ndryshme në martesë, që kush thotë që nuk kalojnë asnjë sfidë në martesë, ne gjithë e dim. Po mbulon diçka, nuk po tregon të vërtetën. Mund të them që gjërat më kryesor janë prullësi, vetmohim, falje. Është gjithmonë të vendosësh veten dhe si thon, pas të vendosësh ndoshta tjetrin, personin tjetrit, të vendosësh tjetrin para vetes. Është të mbash barën e tjetrit. Më nuk je tek pull, më nuk je individ, je dy në një, kështu që tani jeni në një marrëdhënie reciprok, kur sot kam nevojë që Vita të mbaj barrën time, nesër do ketë ajo nevojë që unë të mbaj barrën e saj. Sot gaboj unë, nesër do gaboj ajo, çdo gjë është reciprok. Kështu që sot do më fal ajo mua, nesër unë do ta fal atë. Kështu që nuk mund të në një martesë, madje në çdo marrëdhënie që kemi, nëse tregojmë egoist, do jetë fundi i marrëdhënies. Edhe falja shumë e rëndësishme, patjetër. Është mos harrojmë që edhe njëherë nuk është një kontratë ligjore, është një beslidhje që kemi bërë me atë person, por dhe me Perëndin. Derisa është diçka krijuar nga Perëndia, ne po bëjmë një beslidhje me Perëndin, ne po premtojmë Perëndin që do ta nderojmë atë me këtë marrëdhënie. Njëkohësisht edhe personin, që derisa e kam bërë para Perëndis këtë beslidhjen, unë do ta nderoj personin, bashkëshorten, me aq sa kam mundësi, domethënë me aq sa është e mundur prej meje. Por kjo kërkon gjithmonë, siç thash, vetmohim, prullësi. Kërkon që të mendoj më të mirën e saj, para se të mendoj për çfarë dua unë, çfarë do bëj që unë të ndihem mirë, më kupton, është që nuk është kollaj, ti e di vetë, je e martuar vetë, ti kupton që gjithmonë tendenca është që të jemi egoist, të mendojmë për rehatin tonë, të mendojmë për atë që do të na shërbej neve dhe ndjesitë tona ose po, gjithmonë mendojmë për veten tonë, kështu që është një luftë, derisa jemi në këtë botë, besoj do kemi këtë luftë para nesh. Luftën e vetës, si mund të luftojmë veten tonë, ose egoizmin e vetës tonë. Edhe kjo është një temë shumë interesante, që ndoshta ne mund ta trajtojmë në një tjetër puntatë, sepse janë të gjitha çështje që dashur pa dashur na prekin, gjithsecilit prej nesh, nuk i shmangim dot. Por diçka tjetër që më vjen si pyetje, duke u ndikuar edhe nga bota në cilën ne jetojmë, dua të pyes se si ka ndikuar dhe dëmtuar forcimin e marrëdhënieve në çift filozofia e sotme bashkëjetesës, krahasuar edhe me modelin biblik të martesës. Po. Le të themi në shoqëria sot shikojmë që është më pranuar këtë idenë e bashkëjetesës ose mungesa e kontratës, është më e prahapur, është më e dëgjuar. Kur kam ardhur në Shqipëri para 20 ca vite, nuk dëgjoheshe kurrë për njerëzit që bashkëjetonin.
ishte një farë turpi, që të mos kisha atë kontratë, të mos kishe bërë celebrimin e gjendje civil. Sot e dëgjoj shpesh. E dëgjoj shumë Dëgjoj shpesh. shumë shpesh se sa martesa. Se sa martesa. Kështu që është bërë një farë norm në shoqërinë e sotëm. Në qoftë se është dëgjuar në Shqipëri, imagjino si është në Perëndim, është dëgjuar akoma më shumë. Ose martesë është dëgjuar akoma më pak. Kështu që është bërë një farë norm, por mendoj se është krijuar ose është pranuar për shkak se kur nuk kam kontratë, kur nuk kam një beslidhje me Perëndin ose me personin tjetër, kur gjërat vështirësohem, jam i lirë të largohem. Mund të shmang konfliktin duke u larguar, duke filluar me dikë tjetër, duke mos marr përgjegjësi. Shmangur përgjegjësitë që kam kur jam në një beslidhje, kur kam një kontratë, kur kam firmosur diçka. Dhe nuk turprohem në një farë mënyrë se nuk po shkel, nuk kam bërë asnjë premtim. Nuk po shkel asnjë gjë nëse s'kam premtuar gjë. Ja, sot të kam me qef, nesër s'të kam. Edhe ndryshoj, si thonë, është martesa kërkon beslidhje, kërkon besnikëri. Ka një, si thonë, nuk ka afat, është krijuar që të jetë afatgjat. Ndërsa bashkëjetesa është, po. Pra çfarë do ti? Pra sa do personin tjetër. Se nesër ata mund dëftohen edhe mund të largohen. Ti mund të jesh ende gati të vazhdosh me marrëdhënie, ata s'janë edhe ikin. Kështu që këtë idenë e bashkëjetesës edhe zbut ose minimizon atë idenë e besimit mes të dy. Sepse nëse s'të kam bërë asnjë lloj premtimi, nëse s'kam bërë një beslidhje me ty me Perëndin, atëherë mendoj që zhbën gjithë ato që ne tham në lart, ëh? Po, përgjegjësinë, besimin. Si do të besoj ty? Sakrificën. Po, s'ka asnjë lloj gjë që është e vërtetë. Se i them vitesh gjithmonë, unë do qëndroj besnik sepse të kam premtuar ty dhe kam premtuar Perëndis. Dhe kështu është Perëndia me mua, prandaj unë do të jem kështu me ty. Jo se shkollaj gjithmonë, jo se dua unë si shon gjithmonë të jem besnik ose të mos dorëzohem, por këtë premtim kam bërë. Dhe mendoj se këtë lloj premtimi, këtë lloj beslidhje krijon besim në marrëdhënien tonë. Që unë e besoj vitës kur ajo më thotë që divorc për shembull nuk ekziston në fjalorin tim, më thotë gjithmonë. Ose të thash po atë ditë, edhe unë po të them po çdo ditë. Është një vendim që marrim, edhe kjo krijon besim. Kur nuk ke këto premtimet, kur nuk ke këtë lloj beslidhje, ku është besimi? Besimi që kemi mes njëri tjetrin flas, jo besim që kemi me Perëndin, por si mund të besoj ty kur s'ka asnjë lloj beslidhje? Është thjesht dëshirë, po dëshira është sot, nesër nuk është. Nuk është më, kështu që janë në fakt, unë e përmenda dhe më si për tema shumë delikate, por që patjetër duhen trajtuar, duhen sjell edhe në mendjen e dëgjuesve, sidomos tek gjithë ata të rinj që ndoshta janë duke marr këtë vendim të rëndësishëm në jetën e tyre, sepse është një ndër vendimet më të rëndësishme. Do të ndalemi vetëm pas pak tek të rinjt edhe për të ndarë më tepër këshilla dhe mesazhe për ta, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore. Vjen kënga Zot më ka marrë malli, kënduar nga Gloria Nure. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Rikthehemi pas pak me Shonin në studio. Zot më ka marrë malli, Zot më ka marrë malli, s'mundem të ri pa të thënë, Zot më ka marrë malli, si një zog pa kraj jam këtu, dua të flutu
mali. Si një zog pa kraj jam këtu, dua të fluturoj, dua të jem me ty. Se më ka marr mali, zonë më ka marr mali. Por si zogu që mali e merr për folen, dua të vi me nxitim dhe kokën ta mbështes në gjik. Se më ka marr mali. Por si zogu që mali e merr për folen, dua të vi me nxitim dhe kokën ta mbështes në gjik. Se më ka marr mali. Zonë më ka marr mali. Se më ka marr mali. Zot më ka marr mali. Rikthehemi sërish në studio, jemi duke folur më tepër për martesën, për familjen edhe për gjitha ato element që Bibla na udhëzon në këtë marrëdhënie, në këtë beslidhje. Prandaj nëse martesa do të shihej dhe do të jetojë si një institucion i shenjtë, ashtu siç e sheh dhe vetë Perëndia, si do të ndryshonin sot marrëdhëniet në çift dhe mënyra se si do të përballonin ato sfidat dhe problemet mes tyre. Po. Së pari duhet të shohim çdo gjë që Perëndia ka krijuar si e shenjtë. Nëse është prej Perëndisë është e shenjtë, domethënë ka një element ku është përfshirë Perëndia, dhe kjo kur themi diçka është e shenjtë, do të thotë që Perëndia është përfshirë, Perëndia është në mes, është krijuar nga Perëndia. Nëse do shikonin martesa si diçka e shenjtë, ato problemet që dalin në marrëdhënien tonë do t'i shikonim si sfida të përbashkëtat dhe jo dështimet personale. Sepse jemi bashkë, janë sfida që do përballen së bashku, jo si individ. Nuk është që më, siç thash, nuk jam më vetëm. Po, nuk jam një beqar që jeton për veten e tij. Tani jemi bashkë, edhe sfidat tani janë të përbashkëta, do përballen së bashku, do trajtohen së bashku. Po gjithashtu atë dashuri që ekziston mes nesh formohet nga besnikëria që kemi ndaj njëri tjetrin dhe Perëndis, kuptohet, dhe ose bazohet në besnikëria dhe nuk bazohet thjesht në ndjenjat tona. Shpeshherë martohemi sepse bihemi në dashuri, themi. Janë ndjenjat që janë nuk mund t'i mohojmë ato. Se shumicët prej nesh jemi martuar me dashuri, jo me si thon, jo me blesëri ose në një gjë tjetër. Dhe ndjenjet na kanë shtyr që të formojmë një njohje, edhe më pas një marrëdhënie edhe martesën. Por baza mbi të cilën martesën tona është ndërtuar nuk janë ndjenjat. Është besnikërinë, është beslidhjen që kemi bërë. Dhe besoj se kjo ndryshon kur e shohim martesën si diçka e shenjtë. Nuk është thjesht si ndiem unë sot, kjo është diçka shumë më e madhe, më madhështore. Se po të bazohemi tek ajo më pas do të kemi ditë që ndihemi ndryshe nga ditë të tjera. Dhe kur unë përfshi Perëndisë, kur e shikoj martesën si diçka ku Perëndia është përfshirë, diçka që ai ka krijuar, ndryshon mentalitetin, ndryshon qasjen që ne qëndrimi im ndaj bashkëshorten,
arsyen pse veproj, pse flas, arsyen pse reagoj, në çdo gjë ndryshon kur vendosim Perëndin në mes. Kështu që besoj se përforcohet atë beslidhjen që kemi, përforcohet besnikërin kur e shikojnë martesën si një gjë e shenjtë. Diçka tjetër tek e cila unë dua të ndalem, që ndoshta të paktën ne në kulturën tonë shqiptare nuk e kemi ose këto vitet e fundit mund ta kemi si qasje për të këshilluar me dikë para martesës, për të marrë këtë vendim kaq të rëndësishëm. Nuk e di se sa ti dhe Vita e keni bërë. Besoj që me sa mbaj mend nga historia që keni ndarë vitet e kaluara në radio. Prandaj dua të të pyes se si mund të përgatiten sot të rinjt në aspektin shpirtëror, emocional, por dhe në atë praktik për martesë përpara se të marrin këtë vendim të rëndësishëm në jetën e tyre. Shqiptarët kanë një shprehje të bukur, më thuaj me këri të them cilin je, po mund të themi gjithashtu cilin do jesh. Po. Sepse ne marrim shembull nga njerëzit që na rrethojnë. Kështu që nëse do martohesh, besoj një hap shumë praktik është rri me njerëz të martuar që ti i shikon si njerëz plot shëndet në marrëdhënien e tyre, në martesën e tyre. Nëse ti rri me njerëz që vetëm grinden, vetëm inatosen me njëri tjetrin që s'janë besnik, se po të në klub, ne shohim martesët pa fund që s'ka pikën e besnikërisë. Dhe jo vetëm, të paktën media e promovon kaq shumë. Jo, flitet ulu për kafe dhe mund të dëgjosh pa fund burrat që mburren se nuk janë besnik. Le të ta mbajmë këtu. Më kupton? Kështu që rretho veten tënde me njerëz që janë të shëndetshëm në marrëdhënien e tyre martesore. Kjo është një hap shumë praktik. Dhe duke parë martesën e tyre, ti do kesh sa, si thon, pikat ku ti mund të qëndrosh se një pasqyrë, si thua. Ku mund të bazohesh për martesën tënde të ardhshme. Po do thesh edhe këtë. Mos u nxito. Unë martova kur isha gati, le të themi 30. Ndonjëherë mendoj më mirë do ishte që të kisha pritur edhe pak. Që të isha pak më i maturuar. Megjithëse nuk mendoj që sot të rinj po nxitojnë kaq shumë. Okej, mbase jo, por thjesht ke parasysh mos u nxito. Ke gjithë jetën. Dhe siguro që ke bërë atë punën e brendshme tek veten tënde, që ti të formohesh si individ, si person. Sepse nuk mund ta bëj tjetri, a? Po. Se ne themi tërë ato valigjet me problemet që mund të kesh sot, nëse nuk trajtohen sot, do t'i marrësh me vete në martesë. Më kupton? Mjaft sfida ka martesa. Kështu që sa më pak bagazh, sa më pak probleme ti sillesh në martesën tënde, aq më mirë. Kështu që bëj atë punë të brendshme, themi ne, që t'jesh një njeri jo egoist, që t'jesh një njeri që është gati për të shërbyer tjetrin, gati për të dashur tjetrin edhe kur nuk e ndjen, gati për të dhënë edhe kur ti thjesht do të marrësh. Pastaj do jesh jo le të themi i gatshëm plotësisht për të martuar, por do jesh më i gatshëm se sa po të mos kishe bërë këtë punë të brendshme. Dhe është kjo, përpiqu të kuptosh çfarë është martesa. Martesa nuk është për të plotësuar nevojat tuaja. Martesa është për të shërbyer tjetrin, martesa është për të shijuar jetë së bashku, për të fituar një perspektivë ndryshe, është për të është nëse ekziston egoizmi, nëse ekziston unë jam këtu për të plotësuar tekat e mia ose nevojat e mia ose çfarë dua unë, është e dështuar edhe pa filluar, mund të them. Dhe diçka tjetër, ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe mendoj një tjetër aspekt ose shohin jetën e tyre në një tjetër këndvështrim. Unë nuk dua të martohem. Po. Çfarë na thuhet për këtë në Bibël? Biblikisht është shumë okay.
ka njerëz të thirrur për martesë. Besoj Biblia na mëson që ka plot që janë thirrur për martesë dhe shumica martohen, ka që janë thirrur për të qenë beqar. Shën Pavli thotë që mirë do ishte që të gjithë të ishin si ai, që ishte beqar, sepse janë më të lirë për të shërbyer, më të lirë për të sjellë ndryshim në këtë botë, në këtë jetë. Mund të shërbejnë Zotin më shumë. Mos harrojmë Jezus Krishti ishte vetë beqar. Ne nuk dim që të ishte martuar ndonjëherë. Bibla nuk thotë. Edhe besojmë që nuk ka qenë martuar ndonjëherë. Tani, nëse Krishti vetë ishte beqar, çfarë e keqe ka nëse Shoni ose Kela qëndrojnë beqar gjithë jetën e tyre? Asnjë gjë. Pavarësisht se shoqëria ka, sidomos në Shqipëri, është pak, le të themi, turp, është dështim për një familje nëse fëmia nuk martohet, nuk krijon një familje, nuk krijon trashëgimtarët. Po jo, Krishti, Pavli, edhe shumë të tjerë besoj ishin beqar, edhe s'ka asnjë gjë. Sepse shoqëria besoj ndërtohet nga familje të shëndetshme, por edhe nga individët të shëndetshme. Po. Kemi nevojë për njerëz të shëndetshëm, jo vetëm njerëz të martuar, por edhe njerëz që janë beqar. Kështu që besoj se njerëz të shëndetshëm ndërtojnë një shoqëri të shëndetshme. Dhe ndalemi paksa tek falja, ne prekam pak më lart shkurtimisht, por çfarë roli ka falja, komunikimi dhe marrëdhënia personale me Perëndin në ndërtimin por dhe në ruajtjen e një martese të shëndetshme dhe të qëndrueshme? Mos harrojmë si është sjellur Perëndia me ne. Bibla thotë që aq larg sa është perëndimi nga lindja, Zoti ka larguar fajet tona. Në një varg tjetër, Bibla thotë kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Na ka falur kur ishim ende të zhutur në mëkatet tona, kur s'kemi bërë asnjë të mirë, kur s'kemi bërë asnjë gjë për të merituar atë falje, na ka falur. Çfarë tregon që Zoti nuk është egoist, Zoti është jo egoist në maksimum, Zoti është i përulur në maksimum. Na ka çliruar, na ka shëruar kur ne nuk e meritonim. Dhe kjo është një pikpamje se si duhet jetë martesën tonë edhe çdo marrëdhënie tjetër, siç përmendëm në fillim. Domethënë një marrëdhënie miqësore ose martesore, nëse nuk ka falje, nuk ka shëndet, nuk ka jetëgjatësi, le të themi. Kështu që falje të shëron. Dikush ka thënë, nuk e di kush është, por ka thënë që kur ti nuk falesh, ti je personi që do mbetesh sklav ose le të themi në peng të atë mosfaljes. Ti nuk po të ndëmton tjetrin me mosfaljen tënde, ti po ndëmton veten tënde. Edhe ne kemi parë vetë, kemi përjetuar vetë dhe kemi parë në njerëz të tjerë kur nuk falen, bën njerëz më të egër, më të inatosur. Ajo inatin, zemërimin, bluhet nga brenda edhe shkatron veten tënde në radhë të parë. Më shumë se personin tjetër, se ka ndodh shpesh që tjetri as nuk ka idenë që jemi mërzitur, jemi inatosur. Edhe prandaj edhe komunikimi është i rëndësishëm, atë që unë përmenda edhe më sipër në çdo marrëdhënie. Po. Edhe diçka që më pëlqen shumë në Bibël është edhe fraza apo vargu i cili na thotë që dielli të mos perëndoj mbi natin tuaj. Edhe kjo na tregon shumë për mënyrën se si ne duhet të falim edhe. Dhe lidhur me këtë është komunikim. Komunikimi shpesh herë nuk është kollaj, nuk është e thjeshtë. Të thuash tjetrin, Kela më lëndove në 1, 2, 3 gjërat. Jo vetëm më mërzite ose po më ke lënduar. Të shpresh me fjalë mënyrën që tjetri të ka lënduar shumë vështirë në njerë. Por dhe në anën tjetër që të pranosh kur ti ke lënduar tjetrin, është po aq e vështirë. Sepse shpesh çfarë bëj unë? Vite thoti 1, 2, 3, si thon,
më ke lënduar në 1 2 3 gjërat, reagimi i parë që më vjen është për të mbrojtur Veten. veten time. Jo, nuk ishte kështu, nuk e thash kështu. Po, jo, po e kishe me këtë qëllim, jo, nuk më ke kuptuar, jo, se bëra ashtu siç mendon ti, edhe kështu për të mbrojtur veten, në vend që të them, më fal që je lënduar. Pavarësisht se e bëre me qëllim apo jo, tjetri vita është e lënduar. Kështu që duhet të kërkoj falje, duhet të kërkoj që marrëdhënia të restaurohet, të shërohet. Dhe kjo bëhet me falje, po edhe me një komunikim të hapur. Që nuk është e thjesht, por krijon një marrëdhënie më të shëndetshme. Edhe me gjitha, sidomos për gjitha ato familje që kanë fëmijë, përcjellim këtë shembull më së miri tek fëmijët, ata shohin të gjitha veprimet, të gjitha reagimet tona, edhe përballë sfidave dhe përballë problemeve. Unë e di si prind që ndonjëherë është e vështirë që ta përmbash veten edhe në momente kur ndoshta marrëdhënia nuk është duke shkuar siç duhet, por duhet jemi gjithmonë edhe më tepër të kujdesshëm, sidomos për shembullin që për çdo marrëdhënien që kemi me bashkëshortën, marrëdhënien që kemi me fëmijët, marrëdhëniet që kemi në shoqëri, miqësitë që kemi, po, duhet kërkuar falje. duhet kërkuar dhe pranuar njëkohësisht. Do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndarë edhe një mesazh të fundit në lidhje me temën që ne jemi duke trajtuar, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën I këndoj dashurisë tënde. Është marrëzi e di kur bota tridon të ketë parë, do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde.
Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi së bashku miq drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Jemi në javën e martesës, prandaj edhe pikërisht duke u bazuar tek kjo javë, në ditën e sotme jam duke zhvilluar një bisedë me pastor Sean Mason, edhe mbi gjitha jemi fokusuar gjatë tek martesa, tek marrëdhënia, besnikëria, beslidhja, atë që Perëndia na thot përmes fjalës së tij në lidhje me këtë beslidhje. Prandaj përpos të gjitha atyre që ne prezantuam dhe folëm për gjatë bisedës në studio, cili është mesazhi ose ndoshta edhe një sfidë që do të kishe për t'ju drejtuar kryesisht të rinjve që dëshirojnë ose mendojnë të hedhin hapin drejt martesës. Po, gjë e parë do përsërisja atë që thash më parë. Be atë punën e brendshme në radhë të parë. Mundohu që t'jesh njeri më i mirë që mund të jesh. Që kur hyn në martesë, je maturuar, ti kupton se si funksionon jo vetëm jeta, por edhe veten tënde. Ku janë dobësitë që ke ti si individ. Dhe besoj tjetra do ishte kuptoj që martesa është një beslidhje, nuk është thjesht një që ne të ndjemi rahat, ose të ndjemi mirë. Më kupton, martesa nuk ka të bëjë me ne. Nuk ka të bëjë me, ose nuk ka të bëjë kryesisht me si ndjemi ne. Ka të bëjë me të qenit besnik. Edhe Biblia thotë është më mirë të japësh se sa të marrësh. Dhe kjo besoj lidhet shumë mirë edhe me martesën. Është më bukur dhe me kuptim plot një martesë që ka një beslidhje të fortë se sa një martesë që si thonë është bazuar në ndjenjat, është bazuar në Emocionet, po, kur gjërat shkojnë mirë, ndihemi mirë, kur nuk shkojnë mirë, si thon, kërcënojmë njëri tjetrin, më kupton, nuk është kollaj, kërkon shumë punë një martesë të mirë dhe të shëndetshme, por ja, vite edhe unë kemi 17 vjet, si vjet, 18. Dhe është gjë e bukur kur shikoj ku jemi sot dhe ku ishim para 17 vjet. Ka kushtuar goxha punë, sakrificë, për ulësi, po është bukur kur ti mendon që po aq sa jam unë është edhe personin tjetër besnik dhe po gati për të quar këtë martesë deri në përjetësi. Kështu që po, me sot të jetosh një jetë jo egoist, me sot të jetosh një jetë për duke shërbyer të tjerat, jo veten tonë. Edhe besoj do jesh më gati dhe më i pjekur për një martesë në të ardhmen. Po për ata që janë tashmë në një martesë. Kur nuk është vonë të bësh atë punën e brendshme. Siç thash, bisedo, mëso nga njerëzit që ti shikon që kanë një martesë të mirë. Bisedo me një pastor, me një psikolog, me një këshilltar që ka një njohuri më shumë se ty mbi një martesë të shëndetshme. Kur nuk është vonë që të bëjmë, si thon, të punojmë, të punojmë për një marrëdhënie dhe që të jemi individ sa më të shëndetshëm, sepse kjo është një investim. Kur nuk është vonë. Jo vetëm tek vetja, por edhe tek martesa. Mund të jetë më e vështirë se sa të fillosh nga fillimi, sepse sa vjen, si thon, bëhemi më të vendosur në atë mentalitetin ton ose sjelljen ton, është sa të rritemi në moshë është më vështirë të ndryshojmë, si thon, një sjellje ose një mendësi të gabuar, por kur nuk është vonë. Dhe të kërkosh falje, të shërbesh tjetrin parë se të shërbesh veten tënde gjithmonë, na ndihmojnë që të jemi më të butë si njerëz, më të kemi një zemër më të si thon, le të themi më të punueshme, më të që
për të ndryshuar Po, edhe në po. ato raste ku ka nevojë për të ndryshuar, Po. për të përmirësuar, nëse mund ta themi kështu. Egoizmi na bën shumë krenari, na bën Sjell shumë probleme. shumë probleme dhe na bën njerëz shumë pengesa. shumë kokë fort, shumë zemër gur, shumë gjëra negativ na Ka shumë na pasojë, sjell në jetë, besoj, po. sidomos tek ne si individ dhe pastaj reflektojmë edhe në marrëdhënie të ndryshme që ne ndërtojmë edhe patjetër edhe në marrëdhënien në familje, në marrëdhënien bashkëshortore. Po, është e vërtet. Ishte kënaqësi të ishim së bashku. Rovsh Kela, në ditën e shumë sotme. faleminderit dhe ju. Unë të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Bashkë përfundojmë bisedën në këto momente dhe miq vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus për të ndjekur minutazhin e mbetur të puntatës së ditës së sotme, por në këto momente ju ftoj të ndiqni këngën Më shumë dashuri, për cilën e folëm edhe në këtë bisedë, për të ndarë dhe për të dhënë më tepër dashuri tek njëri tjetri. Më shumë dashur